gjithçka i takon atyre, ndërsa qytetarët janë diçka e bezdisur, për ta diçka e nivelit dytë, të cilët thjesht janë njerëz që kanë për detyrë të duar trokasin vendimet që merr Rama në dëm të tyre, në kurrizë tyre, dhe të duar trokasin çfarë do lloj të keqe që ai instalon në Shqipëri, duke u bindur që ajo sipas Ramës dhe pushtetarëve të tij është diçka e mirë, por në fakt qytetarët ndjejnë efektet, kanë reaguar në kohë, sepse kanë reaguar duke qenë pjesë e opozitës në vite dhe në muaj para fillimit protestës, por kanë dalë në mënyrë akoma më të organizuar përgjatë kësaj proteste. Pra, Rama po merr përgjigjen e kësaj distance shumë të madhe, dhe kjo përgjigje do jetë përfundimtare, pavarësisht kohës zgjatjes. Rama do mundohet duke ulur ngritur ligjërimin publik, duke u munduar të përçaj protestën, duke u munduar ta godas protestën, duke u munduar të bëjë lobimet e tij, duke marrë dhe pozicionin e viktimës para shteteve të caktuara që ai po sulmohet nga agjenturat XY për shkak të pro-sti, pro-X shteti apo X demokracie. Gjëra që në fakt qytetarët dimë t'i lexojnë mirë dhe shohin dhe kanë prekur dhe sot reagojnë arbitraritetin e qeverisjes, arrogancën e qeverisjes. Është bërë krejt e padurueshme për ta, krahas distancës madhe, dhe domosdoshmërisht ato do vazhdojnë, dhe fundi pastaj sado që Rama po përpiqet ta zgjas, fundi është i lexueshëm. Çështje është çështje kohe, nuk është çështje kuptimi nga ana e Ramës. Rama nuk ka për ta kuptuar këtë gjë. Askush mos presi që Rama një ditë bukur thotë që unë po bindem. Unë mendoj që soliditeti i protestës, vazhdimësia e saj që tashmë është konsoliduar, unë nuk shoh që ajo mund të ndalet, por krahas edhe përshkallëzimit saj, pra do të ketë pak më tepër radikalitet, nëse më të qojë kështu prapë. Më radikale, duhet jetë më radikale, ka akte që nuk janë tek dhuna, por janë aktet forta, por dhe akti më i fort në këtë rast është përbashkësia me opozitën institucionale. Kjo është shumë e rëndësishme. Qytetarët janë opozitë në çdo moment, opozit probabël, e mundshme në çdo moment, por gjithmonë në këto sisteme demokratike përfaqësuese kanë dhe opozitën politike, dhe ndërfutja, kohezioni me opozitën politike duhet të realizohet, dhe fuzioni me të është i domosdoshëm. Kanë kaluar 29 ditë dhe qartazi duket që duhet faktorizuar politikisht, duhet edhe kombinuar protesta qytetare me atë çka opozita e realizon në institucione, çka e bën në parlament apo në forma dhe mënyra të ndryshme. Përderisa qëllimi është i njëjtë, përderisa zgjidhja do ndjek atë rrugën politike të domosdoshme, përderisa kërkohet një qeveri tranzitore, dhe aq më tepër kur Partia Demokratike, Partia e Lirisë, partitë opozitare e kanë shprehur atë gatishmërinë e tyre, e kanë shprehur mbështetjen dhe përkrahjen e tyre për protestën, dhe janë të gatshëm për të përdorur gjithçka, çdo rrugë politike, mbas por dhe protestuese, për të gjetur zgjidhjen që është afër, nuk duhet largohet për shkak të hezitimit të grupeve të caktuara që mund të jenë protestë për të realizuar këtë, themi, simbiozë politike të domosdoshme qytetare dhe të partive politike. Unë do thoja që në një kombinim të mirë pastaj të përshkallëzimit protestës, por edhe të mënyrës së bërit opozitës, por dhe